Kur ngruja ngre zërin dhe bërtet para fytyrës burrit. S'ka shanse. Po e postoj këtë faqe se m'vjen shumë inat që flasin në emër të fesë. Kjo është faqja. A duket? Shiver, Ilir mos më shif mua. Shif aty poshtë. Duket? Dëgjoj. Më poshtë. Ilir më poshtë. Ilir shef gjë më poshtë apo do të më nxjerr komplet ka një gjë poshtë. Gjuaj një lajm shumë interesant që më bëri para. Tregonte për ndarjen, çfarë. Ndarjen tragjike plagët të një çifti që ka prekur zemrën dhe shumë njerëz. Është askush tjetër përveç se Wanda Nars dhe Mauro Icardi. Soy el fuego que arde. Gjë është e rëndësishme në jetë derisa smuesh. Pastaj e kupton që gjatë gjithë kohës vetëm një gjë ka pasur për herë rëndësi dhe ai është shëndeti. Për shkak se është podcasti Çfarë shëndet Kari. Që do shëndeti kur s'ke podcastin. Kur je në spital shumë kollaj mund të dëgjosh podcastin dhe ndihesh më mirë. Na falenderoj duke abonuar në Patreon sepse vodka shkon me limon dhe ujë kushtimin e ndërron, por zakoni se harron. On. Që podcast. Rekordman. E bën profeti me si gjeni. Super. Si gjeni kaluje si fillim namaste profeti. Namaste si fillim janë. Si fillim namaste. Shumë edhe nuk e dimë, kemi shumë kohë bëjmë podcast. Si se ishim zanë. Ishin zanun me punë. I diçka nu me njëri tjetrin. Po ish në relate jo fort mira, le të themi. Relatat janë jo mira fare kredi, le të themi. Mi që futën Patreon se dhe thënë bashkoni se lat nam edhe ne ja vëjmë sot. Normalisht morëm namin që kishim lënë. Po, patjetër. Hey. Patjetër. Nano mos tani, nano, djali është me mu. E më vënë dhe kongë? Yes, me kongë që... Nano mos tani, unë atë du. Vetë një kongë që jeton në mundin time, papaguj qira rent free. Nisa, shkruajnë komente që mendoni për papaguj qira shqipërimi. Nano mia është me mu. Është veç ka du, bre. Veç ty jam ka du, bre. Jam ka du. Onesa, ajo është plak, nuk po flasim për super hitet tani. Me këngë thjeshta. Shumë e drejtë. Po. Çfarë bëhen ajo? Ne do tani se do të prezantoj me një video. Kjo video vjen nga përputhen. Kemi video si kalon, si keni. E përputhen. Politike, do tani sa po mbyll, po. Imagjinosh ty deputete. Deputete kryeministre ndoshta. Kryeministre e Shqipërisë. Po mirë. Shkenca politike, deputete kryeministre ndoshta. Nëse djali ka një pyetje interesante. Janë përputhen, ëh? Gjithmonë takim. Cila ishte gjë që na bëjmë? Nesër, atë të vëdim. Jo një gjë, po kam ja 3. Ja 3 gjëra që do të bëjmë direkt. E para është e kam vura që këtej limiti i alkoolit është shumë ulët kur je, si quhet, kur je shofer. Një gotë më duket. Unë kur dhe për nesër, do të bëj 6 gotë. Do bëj një shampanjë. Minimumi. Një shish. Është minimumi, domethënë të futesh lokale minimumi thotë ai 6 gota. Paguën direkt 60. Atje do marrësh gjop plagën nëse nuk e pi. Paktën kështu gjiron leku, o profe. S'marrin vesh, nuk e din industrinë fare. Kështu ngret burr, kështu ngret lokali, bizneset. Vjen ai investitori huaj thotë do bëj lokal sa aty është 60.000 lekë. Jo, imagjino ti e bosh me dal ti me ikë shtëpi ku po ikën në shoku se shora do të darkë dhe pas ke pi vetëm një gotë. Ha? Apo do me përfundon burg thotë. Fal. Burgi. Po burgi. Imagjino të ndaloj policia blau thotë 2 pipzi për të pas sa s'ke pi. S'pas ke pi 5 gota sot tako, ha? Më fal për zotin, jo un kam pi 5, po e kam 3 të shpejt. Lektor bëllçir bllokim patent. Se kur më kapi policia më herë hapa krahun dhe më tha pas ke pill. Edhe po unë e pill arri. Pas ke pill çik si shumë. Po pas ke pill si shumë sonte. Shumë mbrapa dhe bagazhin ti apo? Plot. I thash do të hapësh mbrapa çfarë sa kam pill. Edhe ke pillin shumë të mirë. Jo, pas ke pill shumë edhe nuk e di si ja bën. Po si ti ja bën taksirati im. Më kaloj më një të gotës s'ke shanse me prek. Goca do të kalosh me trupin tim të deko. Nxorri pistoletën ai e kapi kështu pastaj më pa herën se ta iksa e lirë. Se e lirë si qirop. Nëse kështu shkoj më bëti. Po çfarë do bënte së dyti kjo?
Robi të pi 2 gota në fundjavë, dhe 2 gota as nuk të bëjnë atë ndjesinë e tapjes, në kontroll. E dyta do bëja Shqipërinë si Amsterdami. Të legalizoj Bim gjestësh. Gjestja është Dhe legalizoj kështu bim, si edhe da, bim gjethash. Kjo është një vajzë plako që kjo është një vajzë që shkon në shkollë dhe për shkenca politike dhe ka aspiron të bëhet kryeministre. Dhe që ta kuptoj shumë se na herë themi për shembull, sa është vajzë pa shkollë dhe prandaj flet ashtu. Po kjo është një vajzë me shkollë. Është me shkollë kjo. Kjo është me shkollë. Amo nano ku je ti, nano. Kur mos tanin, nano. Fatostan apo se kishte fatostan? Po për ka. Gjona, gjë. medicinale, nuk quhet si diçka e rëndë. Pas ka super prioritet. Son Interesante, të shef? Prioritete. Më se bani çik shaka. Po tallë të besoj apo jo? Po besoj se votalli normalisht. Ne ta bëj si Amsterdami. Ne kemi bërë një podcast për drograt, edhe mund ta dëgjoni podcastin për drograt, është Patreon. Dhe është një këndvështrim interesant. S'do biesh dakord me siguri, po do të pëlqej. Po punë e madhe. Fundit. Fund ditës ne nuk kërcejna kryeministët e Shqipërisë dhe po vëjmë ligje këtu. Shqetëso. Po pra. Ne s'kena marrë për shkencë politike. Mi keq. Kur ngruaja ngre zërin. Edhe kryeministri, ëh. Po, normal. Çfarë? Kur ngruaja ngre zërin dhe bërtet para fytyrës burrit. S'ka shanse. Po e postoj këtë faqe se m'vjen shumë inat që flasin në emër të fesë. Kjo është faqja. A duket? Shiver, Ilir mos më shif mua. Shif aty poshtë. Ku poshtë? Më poshtë. Ilir më poshtë. Ilir shef gjë më poshtë apo do të më nxjerr komplet ka në gjithë botë? Shef si duhet kështu, ëh? E mos e di se çka marrë infeksion. Nëse kaloj ke video. Kove. Infeksion që me demek nuk e rregullon ka i paracetamol. Nëse, gjë. Thot, hajde çash. Faqja quhet e bëj qëllimisht, ëh? Po e bëj qëllimisht. Pa përmend emrin e faqes se të zojnë mend. E mos bëjnë më prallo tilla. Mësime islame. Hajde çfarë thot. Kur gruaja e ngrit këto s'dina shqip me shkruajt më burrë dhe. Kur do kë nuk dini shumë shkruajt as gjë, është mësues gjuhë shqipe, kur s'do. Çudi se si ato njerëz që rrethohet dinë gjithë të shkruajnë shqip. Po, ato dinë në mënyrë të kulluar shqipen, ato dinë. Kjo nuk ky personi nuk di të ngrit, Po hajde. Nuk parlare. Me këto të mësojnë fep, më shfep për këtyne. Kur gruaja më të madhe kur gruaja gëja më të madhe, ngrit zërin e vërtet para fytyrës së burrit bëja më të madhe, edhe nëse flet 100 herë të vërtetën, viz, pse ka mua të vizën nuk e di, ajo është fajtore. Shpreja plagë. Klaudiat besoj. Shpreja është nëse gruaja plagë i thot do i vërtet burrit, edhe nëse thot vetëm se i vërtet, vetëm edhe nëse thot i hi gjëra të vërteta, e ka gabim. Zerohet me zero. Po e ka gabim kurse e thot me atë tonin e lartë. Ku do me dal tani? Apo do të na dëgjoj gjithë më halla, që kemi probleme. Apo do më tregu që ke drejtë po vërtet, s'o marrin vesh. Apo do më na çakarin, do më tregu që jam burri dobët në më hall. Do më pa se dobët jam. A do më pa po të pyes? Bap. Bo krejer flokët, ajo ngre dorën plagë për të kryer flokët, ti gjas më e merr për gjujtje edhe direkt. Ma tregoj që nishani ke sjellë? Bap, godet. E thon, po unë s'kam një bravo. S'e kishën falë të trash pa para kohë. Ç'e kishën? Nishan ke sjellë. Mund sjell. Ti kështu. Mos tregoti mund nishan ke sjellë, mos kujti vërtetim. Kush kujton se jam, jam mësuar me ato. Me kë jam mësuar? Ajo kështu. Unë vetëm pyet kam pas. Jam mësuar me ato nga familja jo. Mësuar me ato çunë të familjes tade që i merren për kom, po normal. S'ka këtu, nëse dëgjoj. Do thon gruaja, Qepe zënepe. Po çfarë të njerëz, çfarë? Kur do të jetë çoj i logjikë, është super i logjikë, kur do. Ama. Po, kur thot gruaja 2 gjona me mend, vërteta. Klasë. Që kanë faktuar nga 100 firma. Po që mund të thotë grua. Drega është gati. Lindi dielli. Po, drega është gati, për shembull, edhe ti. Ursu. Po, drega është gati. Ata bëj kafe, jo e vërtetë. Bëj shefet e tuaja. Merë grun tjetër 2 ose 3, si dush ti e di.
I mzall. Po, si do. Është fjalë që për shembull ngre televizorin më shumë si mas qefit atë. Aty që unë zhdukem para. Këtë janë fjalë për. Atë zhdukem vdes unë barikaren. Vetë bukur. Janë vërtetë që janë të vërteta në fakt mënyrë. Po. Ose sa mirë e bone që nuk e ngrejtë kapakun e WC-s. Po, edhe që e bënë shumë vërtetë. Po. Gjë. Ata njerëz që dhunojnë në emër të fesë, që bulizojnë në emër të fesë. Nuk do ndalojmë këtu. Nuk ndalojmë këtë tjetër. Që përdhunojnë psikologjikisht njerëzit në emër të fesë. Nga kanë gjetë këtë femër, po është normal ose ta grezon në një moment, mërzita përbore, ato se më çave vesh. Çfarë problemi ka për Ndërkohë, në momenti që ky është në parajs tani plaku, edhe Zoti I ka nxjerrë këtë video, thaj, "Mamë, këtë armet ka lërgu e thon kështu po vetë." Ndërkohë ndjej video ku gruaja e tij thotë, "Po iki pse na çave vesh dhe ky ja." Mos e na çave vesh ti. Se jam hoxh. Mos I bjerë mami dhe shu, dëgjoj I korr me një 10 fëmijë. 14. Që janë gjithë vetë. 13 Ku I man plago, duan lek. Ja, se në 13 vjet kanë diferencë para me të fundit të paktën 13 vjet. E kupton? Ua, çka gallate. Domethënë goca është në universitet? Po. Edhe tjetri sa po ka lidh. Tjetri sa e bëm ja. Jet. Jeta fonit pra. Nisa, aha. Mos e ndodhin në Allah. Miau. Pse vetëm burri ka drejt më nxeh, me ik trunin, edhe sa e hik petlla. Si që I këti ka jere petlla, Këti ti ka truni, asa I ka petlla. Po pra. Po, I ka petlla, gros. Gjithi të në shpi, plak. Gjithë e ti që, ferma nuk është e ka tamam tru, ka një thjesht brum brënda me qik uj dhe me vaj, me qik sot edhe me maja birë. Që e letë vi që të bëhen mirë, pase e letë skuqen aty, ti pedlu. Pra një thuet, a njështë dhe shpreja më falës, në hiku pedla, në që s'ke tru, po ke... Hiku pedla, pse nga ka dalë kjo shpreja? Kot ka dalë. Apo ka dalë që kot? Ju tek I ditë e njoni dhe tha, hiku pedla, jo më plako, se truni grusër si pedla, përshkroj mirë për vete. Bravo. Dhe I në I shkete. Vjen burri për shumë nga puna I lo. Burri për shemë, burri që thot, hiku truni, pse se ka tru. Për ti. Po ka, dashi e ka atë materien aty. Materia gri. Kurse gruaja që ka e kuros gjithë ditën. Ka I la rrobat. Ku dëgjon kanë de rrobat. Edhe të gruas të do ta shkundësh në një herë që ajo brumi, se në nuk ka marr mirë brumi. E kupton? Po, ato avujt e ushqimit të profe, e kupton, vjen një moment të rrinë kuzhinë, aty plakot binë në kokë, ti kanë petlla. Normal, drejt. Shiko, vjen burri nga puna. Hapë derën, vjera gjellës, për era bizele. E thotë qia ropë, si ka hapen gjerë dhe trurit e kare në burë. Edhe këtu, burri kupton që ka pas I ditë keqe. Gruas aty ka ik petlla me kohë, se avujt kanë bot vetën. E thotë që the? Edhe jam numëron 1, 2, unë kam bo këtë, unë po të I qiro. E ne të shushko më pedi. Si e shkërkon aftësirë, pra një dhe hap dorë. Po kjo qëllon që jeri shumë afër, që është gabimi I madh. Do të rish shumë, dhe jap sir burrit që zërit këtë kohë që të shkoj ke veshja ti, jo direkt baba. Le që ka hapësirë. Po se ka shumë problem, burrat kanë shumë problem hapësira. Dhe le hapësira. Bravo, se të paktën për shembull hapësirën e krahut, për shembull, se mund të kesh burrin e gjatë, mund ta ketë krahun 1 metër e gjysmë. Do ti duhet të rish paktën 1 metër e gjysmë larg edhe I thu, o burr, mos fola shumë, edhe ai për shembull nëse kthehet gabimisht gjithmonë. Dhe kthehet çik kështu edhe ikën dora, se dorën e se kontrollon do të ikën. Wow. Që mos të dvitur rive, Edhe I gjë tjetër për fete që nuk I kam qef, kur të regohen si të dopta, du ta mash grushtin. Nuk ka nevoj, që ka ndodhe, duke si për disha një a vasho, bura, a vash. Para herë që mund të kesh rob në gjumë, fundis ta kam bërë borë tjetëri, fkalamoni që abe. Po kemi dëgjuar gjithë ato femra plakët porta që dalin në televizion dhe thonë që për shembull, unë mund ta bëja me kohë, po se kam bërë. Ja pse? Se janë të forta. Po nëse janë dalë gjona. Janë dalë gjona të plago. E kupton? Janë dalë gjona. Si janë dalë gjona? Meshkët majnë grushtin, ca femra majnë një gjë tjetër. Melet e shtëpisë. Jo, po ma në herë për shembull, ma ngjon që si ma do të burri. Ishesh dhe themi kari. Po burri se mana e burri, ku di burri. Nëse ka dhe burri që e majnë. Po nëse. Gjë. Sa manipulueshim me burra dhe shkretë. Këta sa e petë. Ç'është ky bulizim vëlla?
Me ngrit, jo me vërtet, si thash unë, me ngrit gruaja zërin para burrit, është fajtore dhe në 100 herë të vërtetën. Mashtrusa. Që ka çu mirë sot. Fjalë. Jo, çdo gjë në vend vet, mu më kanë gjetë sot. Jo, po tjetra. Ose çu mirë ose po tjetra. Ose po shtiret i drejtë. Vjerin duke bërë amoralitet me një tjetër e pasazon. Jo imoralitet, amoralitet. Amoralitet. Që do thotë ose po ti tjetri, unë kam zënë vjerin duke bërë emoralitet. Dhe forta është që s'është si gjë para omoralitetit që ka gjetë shoqja ime vjerën e vet. Nëse fjala orale është brenda, shohim çka ka bërë vjeri. Vjerin duke po zina. Grune ka gjallë pra vjerë. Zina i thon këta kur bën gjëra jashtëmartësore, që komshia ose një tjetër, quhet zina. Zina. Zina, nuk ka zina. Bravo. Zina, nuk ka. Zina, dy. Po nëse. E përshëndes me Elvana se gjithmonë na shkruan edhe na thotë. Ne ngulluar me podcastit dhe nuk ka shanse që mos rrit ditë pa thënë mirëmëngjes shumë shpresoj të kaloni mirë. Faleminderit Elvana gjithmonë. Mirëmëngjes ty edhe ti kalosh bukur kudo je. Nuk ka nevojë mëngjes drekdar, vetëm mëngjesin. Mirëmëngjes edhe ka. Kena edhe ne punë. Zina. Sa zina mbjen. Është gjallë. Nuk e din familje thotë jam shumë e ngarkuar me një fakt që nuk di si t'ia them as burrit, s'kam frikë se çfarë masash do të marrë. Çfarë marrë do marra. Ka frikë thot burrit çfarë masa do marri për vjeri. Po ma. Gjë. Po tash ka pa teatrin e burrit, a? Po, ka pa teatrin e burrit plako që ka bë zina, ka qenë duke knu kohën. Aty ke liçenin, ke rëdhësh me 10. Sa ti marrën punë. Për shkak tani plako, nuk di si më thon, po parë herë çka të ketë dash ti që ke dalë rrugëve vetëm, si fillim ja. Që gjemo më brava babain tim, e kupton? Si fillim. Po, unë e di prej vitesh se s'më ruhet fare. E di që e kam babën që plipilli, ashtu si qenë dhe vet. Kjo se e kuptoj. Se e kuptoj. Ne e kam kuptuar, po ta thësh edhe ti. Është trashëguar. Është deli. Dello pilli, nëse gjë. A ti them tot burri që babi yt bën zina? Kombin të pyetje të vështira dhe të mumur, por alhamdulillah. Alhamdulillah. Po. Edhe kjo nuk di si t'ia thot Lati, thot, "Jo, mos u mërzina." Edhe çfarë? Mos u mërzina. Se bën. Se baba jot ka bëj gjë, po ti mos u mërzina. Ai është. Baba jot ka bëj gjuna. Ka bëj zina. Vazhdon. Mos e godit se zina. Çka ka bër baba ime. Profeto, ti do ja thuje vjerit ose vjerës? Më fal, nusës për shumë? Po ta kapje? Më thuj. Nuk e di, është e vështirë. Pyetja shumë e bukur, se e merr kështu nga krau e hoxhës që nuk është thjesht, I di gjitha, jo, nuk është fare. Imagjino çfarë problemi japet vetes. Do kisha frikë t'ia thoja, siç ka frikë kjo groja. Se s'kam pse të kem frikë thjesht. Po nuk është punë frike, frika vjen nga pasojat që ka gjithë meseleja që krijohet në shtëpi. Tani rishtit më hallët. Për shembull, duke gjykuar nga telenovelat e mrekullueshme argjentinase dhe turke, mund ta vësh gjë që ndodh në këtë rast është konfrontohet vjerri ose vjera i thotë, "Gjë, unë kam pa me." S'është e vërtetë atë. Ai thotë s'është e vërtetë, i thotë, "Gjë, e di që nuk është e vërtetë, ku më ke pati mua." Po t'jap kohë, megjithëse s'do ta bësh ti këtë, ç'mund ke ti që përfshihesh, ja, mirë. Pikërisht e bur. Kush e ti arrat ka vjerri me këto po ka shi punë ta dhe. Po ti qitoi. Vjerri blau që është komplet konkret. I keshim grunda. Po ta qitoi. Grunda se po ta punon mi leti e bur. Imagjino me thon vjerri, ç'do të më ka. Po i ka plago shi grunda se po ta punon. Ai vetëm më shpreh. Po shi vëlla puntate se ta punon. Okej. Ne marrëm vesh. Nëse. Edhe si përfundim po, unë do ja thoja. Vazhdo. Ja thoja, ha? Kusht s'ja thoja fare. Unë do ja thoja ç'pun ka mund me. Drejt, unë do të thoja, kam pak kështu. Po jo. Po. O blako, imagjino tani, je duke nejt për qef 3 vite. Po fillon merresh me këtë gjë. Jo, kanë kaluar 3 vite. Edhe dëgjoj një skenë. Nuk e fal babit kur. O qia. Jo, mund të fsheton të tjetër që. Ti je shumë duke pa një nesh, je për shefin ta lau që ti dhe edhe vjen gryën në shtëpi, e thot,
hajde qikë se të ikëm nga mama nga babi, se duan, se I thash që ti ma the dhe. Po ti të rëgë. Se shira, te këtu s'me gjemo. Po, ke drejt, s'doj të. Nuk doj të. Po, me bukur që shkon të atje, edhe vjera jote, thot, që pun këti që nga të rojsh, që do me shkatru familje. Kupton ku je, për. Po, rjo për këtë Shqipërin ta. Se di me gjo familjen ta dhe s'po themi gjo. Shku që diti për familjen tje? Po, ljeta që se, s'to me faj. Asi qazni për mu, asi qa. Më thuj gjo të lutëm Livja. Që diti për Livjen time, kot. Mama jem, e pra. Asi qa. Po, për këtë, më mirë mos mirë shfarë. Po pasaj bie plagu që në këtë mesazh po jepti tani plagu I bie që asnjë mos klasi dhe këtë gjë thjesht vazhdojnë në pafundësi. Po normal që të vazhdojmë, se çfarë do të ndalosh ti momentin që hape një borrë vetes, hape një grop një borrë tamam. Jo. Mirë. Ai do vazhdoj, shiko, zëre se ai u nda me vjerën. Jo, se s'kam fare këndarje, unë mbet të them fale. Fale se shpirtnieri ju ka. Bukur që zërë se undan edhe vjera vjen jeton këtë ty. Po, shia. Imaginon që pele. Të rima minja, ja 2-3 vite këtu se shumë rënda gjithë. Jo, ata e ndarë dhe a I kanë dhjenë nga shpje, ka morë gjithë pasurin kësaj, edhe vjen vjera këtë ty. Po, edhe I ka sjell liçenin ke shtëpia. Edhe ti që thu. Unë të një në kushinë me vjerën dhe me nuzë unë që them. Gënjeva. Gënjeva. Ai thot nuk ka gënjë, thot vjeri. Ai pa shumë miq për rasë në gojë. Ka fu dashnore në shpitën. Jo, nuk ka gënjë. Po, nuk ka gënjë. Kam gënjë. Ai më pa dhe unë sikletosë se isha të ja marrë pidin në lap. Po, jo, ka gënjë. Gocës ujë, aty ke liçeni, goca ujë nga 60 vjeç. Po. Kjo është goca se shpartu asje. Ja, ç'pun kam unë. Ja, unë ka një shtëpi, ka ushqime. Kam gënjuar. Ka një krevat. Kam gënjuar unë. Isha unë që të... Deshëm më fut më urdhë maj. Ti që vëse shkatron jetën familjen ta. E vjeri dhe kohë plave që është kaluar jetën më të burë, bodë, dhe thotë më, klavo falenderit, me vërtet, nuk ti se tash për be. Po, a I gjithë pasurin e vetë ale aty. Po, më rao shfie. Në më thënë, 2 gjonat vogla se gjitha I kanë marrë e tjetër. Edhe grevi që thotë, as vje zor që po merë pasurin e babait tim, pas asaj që ai ka bërë. Jo, s'më vjen zor fare. Për fëmijët e shvirë, fëmijët shmu ka morë. Që bëhet. Imagjino ti që je përshqit. Pse shkon dhe ti një liçeni se mas e gjene një morë statë. Nuk di se e gjë qave. Po, më shfie. Po që liçeni thua mua po më zjen koka. Dhe fola se unë do burin. Gjithesha unë që fola. Imagjino si do ta ndërshkosh veten profet çdo ditë sa çohesh në mjes. Ku gjëja e parë që do shohësh vjerra I thot, u çova çikere dhe thash po gatuja dhe tash bëna një gjotë vogël. Nuk do jetë as kjo pjesa më bezdishme, besoj. Pjesa bezdishme kur të vjera. Sa mirë isha me burin. Çdo gjë ishte perfekt. Si ta futi joti ta futi. Po joti ta fut. Ija unë punë. Ja se po vida unë që do bëjnë shpi gjithë dita. Pa, të vim bashkëri. Ku të shkosh më ku ditë. Ti ke puna jo, gjej puna aty. Hajde më qom lejnë qëndër. Të vjo vërdala ne. Rrimë ato, pas 3 që rrinë aty në qëndër. Pas 3 se dim aty, jo. Unë mendoj që duhet I thush burrit që kam pyet hoxhën, edhe hoxha tha që tregoj, po që ta këshilloj. Mos të reagoj keq, të negativisht, ka thonë hoxha. Sa I mirë. Kjo është atë traton vjerri, po tratote vjerra dhe ishte ndryrë puna. Godidhe me I lopat, pritsa të me kthehet. një sqepar. Thuaj për shembull, na hudhi pjatë gjellë, sa kthehet ajo bjedje, kurse kur është bjeri, mos I bërtas, ëh. Ta këshilloj. Ja, me qetësi. Ta këshilloj se sa ishin qeshur. Kjo që ke bë, e dim çka ke bë. Si fillim po e filloj të gjitha duke thënë që unë e di se çka ke bë. Ti çka ke bë dhe nuk ka nevojë ta po, mosh. E para dhe nuk është se s'ke vrarë njeri. Ja, dramatizoni që. Nuk është se ke vrarë njeri, kështu që qetësoj. Po. Kam edhe një video për këtë, ja mund ta tregoj, shive pak, që nga larg kështu si nuk duket mirë. Edhe deri thot,
Kush është ky mësimi? Je ti nga pyetja jote më mbrapa. Ai thotë, jo, vjen thotë, se pas kanë kap mirë kanë video me cilëtet më të mirë. Po, në këtë video. Ai të hapë, si e ke vjerën, e ke njësh. Si shke thonë, e ke vjerën njësh. Po, drejt. Nisa. Jo. Burrit që ta hoxha burri jot nuk duhet të reagoj keq, po duhet ta këshilloj. Detyra e burrit në këtë rast është që ta këshilloj. Ta këshilloj, jo që cilët keq me babën. Me babën keq asnjëherë. Ta këshilloj. Burri ka nevojë. Respektoja. Qofse ti gruaj, më fali sekond. Qofse ke gruaja, vjera, ke 70, e thyme, me zi marr, ka 2-3 smundje, jo potencione, nuk bëjnë dot gjë bashkë, profesor. Po, drejt. Tani burri ka zërë se ka dhe 10 vite jetë dhe është seksualisht aktiva, Imagjino. Shkreti. Ku do të frede? Ku janë këto prostituta sheshit? Nuk janë pra. Nuk ka. Do shkosh ke liçeni. Do të bësh edhe shëtitje, bëj nga liçeni. Normal. Në tjetër. Mm. Si ndodhin ëndrat, di ti? Kemi folur për ëndrat në moment. Kemi bërë podcast për ëndrat. Ne nuk e dinim që ekzistonte një përgjigje nga hoxha. Ajde. Hoxha. Po ëndrat, çfarë janë? Krijime të trurit ton, apo është një vend ku shpirti jon shkon mbasi flejm gjumë? Dhe ne shohim vetëm disa fragmente të asaj. Ëndrat janë 3 llojesh. Ëndra që Ku menuva? Ëndrat qia. Ëndrat janë mira. Ëndrat janë se kanë, imagjino sa ka menuar, janë 3 llojesh. Ëndra lloj 1. Si klasifikoni? Ëndra, nëse shpejt i klasifikon. Ëndra e para që mund t'i grupojmë si të qia, që themi trema. Po. Kemi ëndrat e mira që të linë atë ndjesinë e mirë, kur shem një det. Një qetësi shpirtërore, thua ëndër e mirë kjo. Kemi edhe pastaj ëndrat gulag erotike. Që ato zim ku t'i fusim, si janë. Ne kemi nga fantazia jonë, pra me kuptimin ngjarjet e ditës, muhabetet e ditës, edhe natën truri i fantazon. Për shembull, ke fol për dikë gjatë ditës ti, ai personi del në ëndër, je zi me dikë gjatë ditës e rreth në ëndër, ka hungur grushta ditën ti, faktikisht ja kthen natën. Ja kthen natën. Si më magjik, ka dhe humor, ka bëhet stand-up komedinë vet. I ka hungur grushta gjatë ditës, ja kthen natën. Ajo ti e realisht ditën, ti e kthen. Duket qartë se si funksionon ëndrat, ndërkohë që kur ka hungur grushta gjatë ditës, nga traumat mund të shohësh nëndën që po ha akoma më shumë. Po nice. Jo, funksionon kështu, ja kthen natën. Po. 5 minuta para se të zgjumi, kohë. Atë gjumi. Kur mendon, aq ti kisha rani aty bab, ta kisha më. Ose ke bollafe me dikë, është paraqitet në ëndër. E para, ëndrat e dyta janë ëndrat e shejtanit, që do të thotë shejtani mundohet që njeriu kur është në gjumë të trebi, të silli momente të frikshme, sikur po han gjarprit, sikur po e ndjekin kafshët e egra, sikur po e vrasin, ëndrat e gjata, ëndrat që janë si ato filmat horror. Këto lloj ëndrash quhen ëndrat e shejtanit, edhe njeriu nuk duhet ta vrasë. Se quhen ëndrat e dyta apo ëndrat e shejtanit? Me numër e dyta, por ëndrat e shejtanit. Kemi pas edhe ëndrat e sultanit. Janë ëndrat e shejtanit. Domethënë si ëndrat e shejtanit, ëndrat që këndron shejtani apo ëndrat që na i sjell shejtani? Jo më ti sjell ai, janë qia bërdometra. Çfarë ëndrash ka shejtani? Çfarë ëndrash ka ai që çfarë aspiron ai në jetë? Po se di çka ka, po zëri se zgjosh nga gjumi ti profeto, një ëndër e frikshme në mes natës, po bidera. Je vetëm. Edhe shkon shef ke syri, aty pastaj shef Maksin tat. E di ti se kush është Maksi? Shejtani. E hap derën ti, shejtani. Si kalove shejtan. Çfarë bëre si e mirë? Do të futesh? Ti ka bu, po. Nice. Gjëja po ndër e treta kush janë? Të sultanit, ato erotike besoj. Fare. Kemi një kategori tjetër ëndërsh, ëndrat e qeta, ëndrat e pastra që mbahen mend. Pra të qeta dhe të pastra që mbahen mend. Pra të qeta dhe të pastra që mbahen. Po të tjetë s'u marrin mend, po nuk e di, edhe s'u marrin mend edhe. Jo. Mos i marrin mend ato. Ose kuptoj se çfarë vlerë ka një ëndër që s'marret mend, se përsa ai mund të ndodhë ëndra më e keqe në botë, përsa kohë që ti s'e marr mend, nuk ka kuptim fare se s'plas shumë apo jo. Po pra, ëndrat e Discovery Channel
Që janë ato me kafshë tegra, nuk e shohim, janë të qija. Ama ato me detin plago se si shife oqeani, malet që mund gjë. E zhurma që. Gjë. Të Londina. Tu ndodh zakonisht mesazhi. Herë mbas herë në ëndrat e qeta dhe të shkurtra dhe që mbahen mend ka mesazh që do thot për shembull ti shef diçka që ti e kupton se po ti jep një mesazh këtu. Atë këtu mund të pyesësh pastaj se si interpretohet, çfarë interpretimi ka. Si komentohet ëndra? Ëndra komentohet kështu në Islam. Domethënë kur ne flejmë gjumë, shpirti del nga trupi i njeriut, jo plotësisht, pra ka një lidhje me trup. Vetëm koka, po kemi dëgjuar, vetëm koka. Po le të Po normal. Po koka del, edhe çik trupi. Ai sa ka nevojë. Edhe çetit shpirti. Po ai sa ka nevojë, nuk e di. Nuk del plotësisht, mos harron. Ka akoma një lidhje, siç thava, bole. Ta rin brenda. Kurse shpirti, koka del dhe vazhdon punën e vet, del futet. Koka në Stamboll dhe shpirti në Janin, e ke dëgjuar për çfarë? Apo është trupi ai. Po, domethënë del, si më thon, pjesa më e madhe e shpirtit del nga vetet. Ika dola. Ajo pjesë e shpirtit që e mban gjallë, që e mban jetë. Shpirti shkëputet dhe shkon në botën e qijeve. Dhe në momentin që shpirti shkëputet dhe shkon në botën e qijeve, këtu ndodhin 3 goditjet. Ose goditjet e fantazisë, që ato që ne tham ka ndodhur gjatë ditës, kujtohet diçka edhe shpirtit i paraqitet pra në atë formë, në atë mënyrë, ose djalli, shejtanët, dreqnit, xhinët mundohen ta tremin shpirtin dhe kjo reflektohet tek mendja e njeriu, ose e treta, Zoti i Madh nëpërmjet një engjëlli i sjell imazhe shpirtit, të cilat reflektohen tek truri i tij në mënyrë që njeriu të kuptojë se Zoti do t'i thotë diçka. Që ka liku. O nuk e dëgjoj në shpjegim më të qartë. Pra, shumë i qartë shpjegimi, pra, kur ti flet gjumë, trupi shpirti del plago vetëm koka dhe le brenda ai sa të mbajë të gjallë. Dhe ikën. Dhe ikën në mbretërinë e qejve. Edhe atje janë 3 lloje ëndrash, ëndrat e fantazisë, për çka ndodhet fantazia. Janë ëndrat e djallit, shejtanit dhe çka këto. Pastaj ëndrat e me çfarë specie ecën në shpirti? Ka jam kurioz dije. Specinë e shpirtit. Sa dhe shpirti. Shpirti. Imagjino Zoti ka vendosur që të japi një angjëll të dërgon ca imazhe dhe mesazhin plago. Mesazhin. Zgjonë më gjys me afshin tën. Gjysma vetës ti me më. Stua da brana. Nuk existo. Kujtes ose futet e shpirti në gojë. Mos ma bëj, mos ma rrotulloj, mos ma bëj. Dëgjova një lajm shumë interesant që më doli para. Tregonte për ndarjen, qetëso. Për ndarjen tragjike plago të një çifti që ka prekur zemrat e shumë njerëzve. Është askush tjetër përveç se Wanda Nars dhe Mauro Icardi plago. Janë ndarë. Kam pas një dëbulec për edhe Argentinës. Argentinës është ajo? Argentinës e italiane, jo, ai është Argentinës dhe Wanda Nara plago kërkon nga ish burri i saj Mauro Icardi, kërkon 500.000 euro çdo muaj plago. 500.000 euro. Kërkon kështjellën, po domethënë mençin, ata shtëpinë e tyre që kanë në Milano. Kërkon vilën që kanë në Lake Como dhe kujdestarin e 2 fëmijëve të tyre. Tash sa drejtë është kjo? Për shembull, e para dhe e dyta, që për juve që nuk e dini historinë e Mauro Icardi dhe Wanda Nars, mund ta shpjegosh pak çfarë? Icardi ka pas qenë në shok skuadre me Maxi Lopez. Me ish burrin e Maxi Lopez, që është ish burri i Wandës. Bravo. Edhe ka qenë shumë shok i mirë. Derisa e ftoshin edhe në shtëpi bles. Sa fëmijë kishte me Maxi Lopezin kjo? Më duket se 2 ka pas. 2 apo 1? Më duket se kishte 3 fare, anyway. Masat e 3, sa ajo është kështu si makineri lufte. Ka të genin e super pillit që sa do të pilli ngelet super thjesht. Marrin qaf gjithë pullis. Një ditë burr ky shoku mirë, që ishte Icardi, i shkon Maxi Lopez në shtëpi dhe i iqi gruan.
Po nuk ishte thjesht një heqime, u dashurun, kishte më shumë se aq. Duhet të kujtojnë që të dy këta janë futbollista, të dy janë futbollista. Po, në një skuadër ishte. Po, një skuadër atëre, po pastaj kur ndanë skuadrën. Po, kur ndanë shkoi ke Interi. Jo, ishte ke Sampdoria ose shkoi ke Interi, por e shikon kjo ka 5 fëmijë, do të thënë ka 3 fëmijë me Maxi Lopezin dhe 2 me këtë. Vërtet, 3. Pra kishte 3 fëmijë me Maxi Lopezin, Maxi Lopez ishte futbollist, ai e merrte tani në mbledhje familjare me që Icardi sa kishte si Argentinës, domethënë kishte ardhur në Europë te Sampdoria besoj. Edhe i shiu gruan Icardi. Edhe ky u nda tani dhe bile ka video online ku ndonjëherë ndeshen me njëri tjetrin për shkak me skuadra të ndryshme dhe Maxi Lopez nuk i jep dorën Icardi domethënë me të drejtë. Edhe ky kishte bërë dhe tatuazh plako fëmijët e atij dhe emrat e fëmijëve të atij pasi ishte martuar me Wanda Nara. Po deshte si të vetë të burr. Tash çdo gjë që lind nga i pill që është dashuru është edhe është zemra ime, ka thënë Icardi. Është një nga shprehjet e bukur se ky bëri një libër ose më me kur ishte 23 vjeç. Kjo tregon shumë për Icardi, më shumë Icardi 23 vjeç, nuk priti sa të mbaronte karriera, bëri librin e jetës së tij plako. Bëri një libër. Dhe si përfundim Mi casa e su casa. Soy Mauro. I Cocro di Cardi. I Cocco di Cardi. Po mund të jesh karmë të madh në botë, ti jesh 23 sa që ishte ky. Ti jesh gjithaj çuni pashëm, ti jesh futbollist, milioner me Inter. E të shkoj një që të raton shokun e ngushtë, po të shkosh ta marrë për nuse një me 3 fëmijë, jo se kanë gjithë keqe, po që ti mund të kesh gjithë botën apo. Po gjithë ato modele, gjithë ato se si dashtu. Nëse po vuaj për një budallaqe, ka budallaqe sa të duhesh më. Ka budallaqe pa fëmijë, ka budallaqe. Po e meriton Icardi këtë pra. Po patjetër, to është meriton. E meriton. Është bëllëqir. Është legal. Djali keq. Shumë djali keq le. Na thoni çfarë mendoni për Mauro Icardin dhe Wanda Nara. Wanda çfarë thonë gjë? Gjithmonë kam pasur qejf e thoja, si ka arrit kjo ta bëj për vete kët? Qika dhe, qika gruja, edhe agenti e Mauro Icardi, merret edhe ato. Pra një ka shku mirë ajo jeta futbollistike këtij, po ta vesh. Se për shembull, se Wanda Nara për shembull flasim vërtet, kishte një aftësi bindset pa parë. Për shembull shkonte si vajti ke Interi. Vajti atje kjo ul me ato drejtues të Interit ato. Mauro Icardi është shumë i tajmit, por nuk kërcesh akoma për Interi. Unë mendoj ndryshe, dhe mund t'ju bind për këtë. Mendoj ndryshe. Sot në ora 23:00 takojmë në Pilan Hotel dhe flasim bashkë. Edhe ju tregoj unë sa potencial ka Mauro Icardi. Nuk do flasim fare, nuk do flasim fare. Unë s'kam se tema si laf, unë vetëm do të tregoj faktet. Okej. Edhe imagjino se si eksiton ato. Ke qef ta qish gruan e Mauro Icardi? Qero. Okej. Do kishe qef. Jo, do kishe qef, them. Ky pill ka bo 5.000, kot me çam burrë dhe. Okej. Po, dhe shisa e ngushtë. 5.000 që ndalë, nuk hyn miza. Vazhdo në kohë. Nuk hyn po, shive. Po futet kari. Kot me Wanda Nara. Wanda Nara që na bone. Nëse proprio, nga janë është e pa drejt, po nga janë ca njerëz që plagë e meritojnë. Icardi është kokra e bëllëqirit. Ideja është ja bëri shoku të ngushtë. Nuk mund të promovojmë. Kishte shok ngushtë, bro. Kishte gjithë botën por nëse nuk e di si e mendojnë patreonësat dhe ndjekësit tanë. Para 4 ditësh dilka që Wanda Nara plagë ka hedhur gjyq Icardin për dhunë ndaj fëmijëve të saj. Çfarë kurrë është kjo bla? Do thënë, si mundet plago të lidhesh me një femër që po e lë burrin e saj me 3 fëmijë dhe të pretendosh se do e bëj me ty në një farë mënyrë. E kupton? Çat futme se ai ka bërë një futme aty burri se Maxi Lopez shumë se ka prit fare në të drejtë mendoj unë. Po ta mendosh në far formë. Jo, e di çfarë mendoj unë plako. Wanda duke njohur shumë mirë se ç'a moshe ka ky. E merr 23 vjeç, bëhet me 2 fëmijë tjerë. Edhe pretendon tani që ky mos shih asnjë gjithë jetën. Po. E kupton, ky tani që është në kulmin e rinisë, në kulmin e suksesit, do mbyllet sepse ka vetëm Wanda, po lëre më çfarë. E pe atë videon e atij Vlahovic, aty futbollisti të Juves, aty sulmuesit. Jo, më kishin kap një hotel plako me një trek kështu eskorta, si zotnie por. Tamam një burr i respektuar, se rriti fare, dhe kapeli nuk e mante si ata që duan me shef, e mate mrapsh, ka lezet. Ja po ikin në hotel me 3
lloje të ndryshme. Një kuqe që ka qinon në vet, një e zezë që punon në zezë dhe një e bardhë që i shko vetëm bardhë jeta. Po. Bijes, e këpasi që u përfshi dhe ai Keita Balde plako? Ai futbollisti që ka qenë duke ka pasin dhe ke Lazio në një moment, po ishte ke Fiorentina plako. Ky i kërkoi falje ish grus plako, pasi konfirmoi që kishte qi Wanda Nara, ndërkohë që ishte martuar me Icardi. Do të bëj Wanda Nara. Se di, nuk e di Wanda Nara dhe Damage Control janë, nuk e di. Po, fix fare ishte ajo e dashur e re aty Bellingham, e ka ai Real Madrid, po. Po, ajo plak kishte marrë me radhë gjithë të celebrities. Me radhë. Edhe kishte nga mosha më të ndryshme. Kishte çunin e Updated, kishte Jamie Foxxin, që janë diferencë qero. Kishte nuk e di, mund kishte 20 celebrity. Po. Çdo ky me atë në krah, plak. Se kuptoj, nuk e di. Po mirë, shiko, është tjetër gjë kur këta i bëjnë gjërat siç ishte Ronaldo për shkakun me atë Irinën. Do që ishte komplet. Po mirë, Irina ishte kurva burr. Irina ishte grave zonja. Okej, këto ma mjëlla gojë. Po kjo, ajo ishte 24-25 vjeç, unë kishte një 30 vetëm celebrity, vetëm t'i them emrat e burr ta bitesh fare. Thoshte po kush janë këto? Po një plak Elton Johni, më kot imagjino, një gay që tha duhet të provoj herë pitin se si duket. Edhe del kjo aty. Provotimin. Jam unë këtu. Më profe, Si nuk u boni futbollisti e burr. Në kishte shpëtu gjithë. Po, për zotin. E drejta është se plako që Wanda Nara plako nuk e merr fare parasysh që ka 5 fëmijë dhe që barën psikologjik, po pas ka bërë seks dhe me. Unë se kuptoj si, imagjino që Icardi ka marrë këtë Keita Balde plako ka marrë atë jepkën e ka futur shtëpi aty. Se ka thonë, hajde dhe ky martu, hajde ha nga shtëpia jonë sot drek, pa më të vion direkt. Doti? Edhe i tha ky plako, Zezaku, ky shoku. Karma? Sa karma? E ma Karin, po e ma në aty uzi, mos trego më grunë, unë të kam bëhe. Karma sa dush. Ndërkohë që kjo ishte në Argentinë. Nëse shumë e çuditshme është kjo bota e këtyre futbollistëve, showbizit është e prekshme. E kuptoj dhe në herë çuditëm plako me faktin se si Icardi futet një rrugë që dihet se kush. Nuk e di, unë shumë e kisha parashikuar pak a shumë ndarjen e këtyre. Nuk e di pse. Po, normal, kështu. Është komplet disfunksionale si çdo gjë që kishte filluar dhe se kuptoj pse futesh aty plako, bodhe 2 fëmijë më. Domethënë, përveç faktit që i futesh asaj, bodhe 2 fëmijë më. S'po të them asnjë gjë që një femër me fëmijë nuk do të ketë shanse të dyta, po ajo tregon shumë mirë se çfarë synon. Po para vetëm mendoj plako se ajo ku ka bërë divorcin me Maxi Lopezin plako, jam shumë i bindur që ka shkuar për të marrë shumë para për nga Maxi Lopez, normalisht, sepse normal, se çfarë gjuna ajo, çuna pa lek. Po pikërisht dhe ti tani hyn në këtë marrëdhënie si futbollist. Mi grua që ka lozë me letra të hapura, dhe ajo si ka asfaj, si mund të thotë që ai ja thashë, po ti do 500.000 euro në muaj. Po, Maxi Lopez pagon 400. Po, ku po luna i ka Galatasaray tash, ku po luna? Po, Galatasaray. Ka i në Turqi e vërë që të lajë. Imagjino. Po jo, kjo plako, se këtu kishte filluar dhe i gjë që ku kishte në shkruar në Turqi, kjo më duket rrinte Milano la. Aty ta ke qie Keita, e legeni. E legeni. Çekaj. Sigur ka shkuar i ka hapë, ka shklyt derën e shtëpisë. E qa ka i Icardi në Turqi dhe sa s'vjet dota? Po unë që luajnë Çka ka i Icardi? Çka i Icardi, ai ku ka Icardi? Çka ka i Icardi? Kush ka? Kita çdo personte. Jo, ai që thuaj çfarë duhet. Sono pronto. Ai thasë kështu ato. Sono pronto. Tu chiami, io vengo. Po, edhe ai do burri tim se ti më kur kari, okay? Ke çfarë ke me burrin tim? Kari tim se ti më burri. Sa e shkon legendet. Ai është jashtë, unë jam këtu. Ti ishe burra e një tweet të Maxi Lopezit të ko. Se di. Po nëse janë dhe që të shprenuar këto, do mos të kuptoj këto botën e këtyre, mase këto nga që të rathojnë gjithë kohë nuk janë bashkë dhe keni moment thonë, tash i vazhdojmë? Do të thonë se cili për rrugët? Okej, po, atëherë e thonë.
Jo, mund të bësh gjitha këto mund të jesh shumë i shturur plak. Kur përfshin një fëmijë në mes, plak, nuk e di, duket. Ma profe, aty më rri. Ke shumë të drejtë. Po më ka fëmijë. Te pra the. Çja më robt. Po pra, fëmia. Ky ka qenë kardi, i ka thënë njëri i shokëve të shumë, po plak, po ke 2 fëmijë, plak me atë, kujdes. Po çja robt. Po 2 fëmijë kam, nuk kam 2000. Që do të me kujdes gjithkohës. Me ushqyesën gordë. Dhe jap jetën unë për këto fëmijë dhe mi. Po jo, mos e zbdes unë në burë dhe unë kam qilë lloj pillash. Normal. Nuk e di, nuk justifikon asgjë. Shkoni në për komente direkte çfarë mendimi keni për këtë situatë. Tregoni çfarë mendimi keni për Mauro Icardin që mund të ishte duke. Edhe për një situatë ngjashme, një situatë që njëri që është mirë nga ana ekonomike, gjitet njëra që s'është fare mirë, gjëra që ndodhin kështu si. Ose rast, Big Brother. Big Brother. Nëse, Lucifer, nuk di çfarë të them. Më ka lënë. Jo, nuk di asnjë çfarë të them, nuk di çfarë të them. Madje. Ta mbyllim atë. Me këtë mbyllim. Me Hoxha? Çfarë? Jo, me atë telefonatën e Belen Rodriguez, më vonë që pata thënë, e mori Berlusconi kur i dha një emision. Doli regjistrimi online dhe thoshte që më bë shumë qefi që të mora dhe insistova kaq shumë që të kisha në gjirin tim. Ajo faleminderit. Ai Belen Berlusconi. Me shef fjala, unë nuk jam askush që të hap llafe, po ka pas ekzistuar një video e Belenit duke bërë seks online. Oh? Vazhdo Lucifer. Jo, unë se kam parë, thjesht po. Sa unë se kam parë. Unë vetëm kam dëgjuar. Unë dëgjoj plako, siç po dëgjoj tani. Unë nuk shoh. Ajo Belen Rodriguez. Belen Rodriguez. Unë fare tha, ta dish që ke një mik, edhe kur të duash ti që të hajmë në i darkë, vetëm më thuaj. Vetëm thuj mua dhe unë jam gati. Dhe i lej punët për ty. Po desh hajde tani, nuk ka problem. Është botë e keqe, është botë e keqe. Nëse respektoj Berlusconi dhe që ka bërë një jetë si. Po çe Berlusconi që përdor teknikat e Maxi Mauro Icardit. E la ertit, një gentleman. Bravo. Pa klas. Bravo. Nëse, me vërtet se ishte forma në fund ditës, apo jo? Po, ja la hapur që hajde në herë aty se vendin e punës e ke nga mua. Po, vendin e ke nga unë. Mund të shkosh shumë më larg se kaq. Ka dhe vende të tjera më të mira se kaq, ta dish, domethënë, nuk është se ke shumë. Është që ky është vetëm fillimi. Po, për ty herë, vetëm fillimi. Hajde se kam se di si e qaj atë pastën me melanzane. Po çekallat. Mirë. Çfarë po thua se dalash për gjys? Jo, do thoya po shifja ca po do të them një podcast tjetër këto. Shifja ca statistika interesante. Nëse fillim për një podcast tjetër. Okej. Ju miq të dashur, mos harroni ta mbështesni në Patreon sepse parat shkojnë për Mauro Icardin që të paguaj fatkeqësisht domethënë këto shifra të mëdha që kërkon Wanda Nara që i meriton për një femër gladiatore dhe grandioze që është, dhe femër e fuqishme. Më kujton atë Diana Shabanin, shumë femër fort. Edhe, hey, ka dhe 5 fëmijë, ca lek dhe japim asaj, ca lek dhe japim atij, tani ju lutem. Bëni zemrën gur dhe jepni sa më shumë që ky podcast të vazhdoj të flasi për këto probleme të mëdha që po kalon familja Nara Cardi. E rëndësh, mos e merr shkollatë shumë, e rëndësh. Nara Hicardi. Dhe më. Nëse përshëndesim po, gjithë zonjat që na dëgjojnë dhe thonë s'ka si gjë të keqe, të bësh pak qef në jetë. Absolutisht jo. Pak qef në jetë, absolutisht jo. Sa më shumë fëmijë aq më shumë qef. Sa më shumë përfshihen fëmijët në një histori të tillë aq më interesante, se imagjino sa dramatike bëhet, si fjalë me vend kjo. Kjo bën një zjarr vetëm ju benzin kapull aty që mirë. Po jo, po s'bëhet ashtu për vetë. Jo, ka lezet në vetë për shpërthejnë gjë. Nëse, vazhdoni të dëgjoni podcastin dhe jo Mauro Icardin. Legendë. Ciao.